Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, ja ku jemi në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, përpara se të përkushtohesh, përpara se të përqendrohesh në adhurime të shumta, në adhurime konkrete, në përkushtime të veçanta për Allahun e Madhërisëm dhe gjithçka që do t'ja dedikosh Zotit të plot fuqishëm, duhet të kesh parasysh disa gjëra shumë të rëndësishme. Fillimisht, mundohu të menaxhosh kohën në formën më të mirë. Mundohu ta shpenzosh kohën në formën më të mirë. Largohu nga të gjitha ata njerëz të cilët nuk të sjellin dobi. Largohu nga të gjitha ata njerëz të cilët marrin prej kohës tënde, marrin prej energjive tua, marrin prej teje dhe prej qenies tënde, duke mos të sjellur as pak dobi, madje mund të sjellin dhe dëm. Largohu nga shoqëria e keqe, largohu nga shoqëria e cila të nxit për vese të liga dhe vese të këqija. Largohu dhe nga ato gjëra të cilat nuk janë as pak të dobishme për ty. Mos mendo se ndalesat janë vetëm për haramet e ndryshme, dhe kur ti largohesh drejt për drejt nga ndonjë gjë e ndaluar apo nga ndonjë haram, i drejt për drejt mendove se shpëtove. Sepse kur nuk din të menaxhosh siç duhet kohën që të ka dhënë Allahu i Madhërisëm, dhe nuk din të menaxhosh vetveten tënde siç duhet në mendimet e tua, në fjalët e tua, në veprat e tua dhe në gjithçka që të ka dhënë Allahu i Madhërisëm prej mirësive dhe begative të tij, atëherë keq menaxhimi në vetvete është e dëmshme për ty, edhe pse në të njëjtën kohë, në origjinë, në parim, ajo nuk është prej ndalesave. Andaj dhe kërkohet në këtë 10 ditësh të fundit të Ramazanit, sidomos në netë teke të Ramazanit ku shpresohet të jetë dhe nata e Kadrit, jo vetëm që t'jemi të larguar nga veset e liga, jo vetëm që t'jemi të larguar nga njerëzit e padobishëm, por të përqendrohemi tek vetvetja jonë për ta menaxhuar siç duhet në gjithçka që përmendëm, dhe të përkushtohemi me sinqeritet fillimisht, duke i kërkuar falje Allahut të Madhërisëm për gabimet, për zullumet dhe padrejtësitë tona, nëse është e mundur të kërkojmë dhe hallallik atyre njerëzve që u kemi hyrë në hak, pastaj me pastrimin e njetit dhe kthjellimin e vetvetes tënde, do të kesh një përkushtim të vërtet në adhurime të ndryshme. Për ndryshe nuk ka kuptim që ne të mundohemi të forcojmë raportet me Zotin ton, nëse ne nuk dim ku jemi fillimisht me vetveten ton dhe nuk dim se ku jemi me krijesat e Allahut të Madhërisëm, me përgojime të ndryshme, me thashetheme të ndryshme, me padrejtësi të ndryshme, me zullume të ndryshme, ndoshta me mizori të ndryshme, me dëmet e larmishme, me dëmet e lloj-llojshme që mund të kemi bërë krijesave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj nuk duhet të karakterizohemi nga fryma komerciale dhe fryma e interesit, kur janë këto ditë të mira, këto ne të bekuara dhe mendojmë se do t'japim diçka për Zotin duke pritur shumë nga Zoti. Por duhet të rregullojmë vetveten tonë, sepse këtë kërkon Zoti prej nesh. Të rregullojmë vetveten tonë në brendësinë tonë, të rregullojmë dhe të forcojmë raportet tona me Zotin që na krijoi, duke forcuar dhe rregulluar raportet tona me krijesat e Allahut të Madhërisëm. Vetëm në këtë mënyrë do të kemi mundësinë më të mirë të futemi në netë teke dhe të kalojmë këtë 10 ditësh të fundit të Ramazanit në formën më të mirë.